Kom pas shumë gjykime. Kom pas raste për shembull që më ka thënë po heke shamin tetor, kur del shpiknujt vënaje, që unë shamin se vënaje dhe nuk e heki për ty. Kom pas shumë sfida se ishte diçka jashtëzakonshme prej një njeriu që ka dalë në mënyrë normale me kalu në diçka që në këtë shoqëni ishte shumë paragjykuese. Përveç bindjes shpirtnore që më ka plotësu gjithmonë, thojsha me veten, pse duhet njerëz me mendu ndryshe për mua, jo me njëjta. Unë i kam mendimet e njëjta. Unë nuk e gjykoj dikon pse veshet ndryshe prej meje, pse duni ju me më gjyku mu. Në fund të fundit, çka po qam pesh nëse e kom vënu një copë mbulese mi kokën tem, që është zgjedhja jam shumë personale. Përveç familjarëve edhe shoqënisë të ngushtë e donës dhe 3-4 vetëve tjerë, kom pas shumë gjykime. Pse? Ti e din sa ki kapacitete me hecë përpara, ti e din që mundesh me mri shumë me personalitetin, me karakterin tanë. Thash nëse unë e kam caktuar prej Zotit, muna me ecë edhe me ta. Nuk është diçka që mundet me më ndalu. Po që sfidën e punës e pata shumë problem. Ka qenë periudha shumë e keqe e kohës kur njerëzit nuk të pajshin të pranishme në shoqëni në marrëdhënie të punës nëse ti e ke një mbulesë. Nuk e disha arsyen për çka. Kualiteti jam edhe, domethënë kualifikimi jam shkollor, ishte i përshtatshëm me vendet që bile pa ta marrë një përgjigje. Pa të më thonë, je mbi kualifikume për vendin që po e kërkojmë. E që për mu ka qenë diçka jashtëzakonshme, nuk e disha arsyen pse. Kur ju pyeta për argumente shtesë, më thanë që na kemi kërku me fakultet, e ti është edhe masteri që kjo s'puno. Ishtë shumë banalitet, po thjesht u dashke me gjetë një arsye. Kom pas raste për shembull që më ka thënë po heke shamin tetor, kur del shpiknujt vënaje, edhe ti thehësh në atë moment dhe thu që unë shamin se vënaje dhe nuk e heki për ty. Është diçka shumë personale që lidhja me Zotin më ka bo me ardhe në këtë pikë. Do të thotë nëse ti se vlerëson ata që unë muna me jep për vendin e punës që ti je tu e ofru, unë nuk kam qalypit e ti. E krijova një farë barierë edhe me veten edhe u dorëzova. Ka qenë pika e vetme që më dorëzu. Edhe kom thonë, jo mu dorëzu, por mos me luftu ma vonë dikur, po thjesht kisha nevojë për një pushim. Gjithmonë do i fol vetes, ko me ardhë një ditë, nuk e di kur, por një ditë ko me ardhë, që ti s'ki me qenë ma që kjo ambera që po kujdesër për punë të shtëpisë, s'ki me qenë që kjo ambera që e tu bo si ambisje, thjesht e motivojsha vetëm, po e pritësha dhe momentin, se unë e di që kur ti e ban mundin, për diçka Zoti ta shpërblen herë do kudo. Thjesht, nështë është një sprov tjetër që ty të ban me u bo ma durimtar. Edhe erdhi një moment që shpërthej kjo ngecja jam mbrana që në 4 mureve. E dash Zoti jam që 5 vite në një kompani që konsideroj veten me fat që jam pjesë e tyne. Më vlerësoj njerëz zakonisht shumë. Asnjëherë s'm kanë gjyku, asnjëherë nuk i kom gjyku pse kemi të fesë tjetër, e kemi një tolerancë fetare ekstremisht madhe, kalojmë tepër mirë, urrohemi. Po du me thonë që më kanë vlerësu edhe qështu qysh jam, edhe pse ata e ndryshe, po gjoja përbashkët ka qenë shumë e rëndësishme. Ka dritë në fund të tunelit dhe bindja jote ka qenë më e fortë se sa gjithë ato sfida dhe pengesa dhe paragjykime cilat i ke pasur nga njerëzit.